është vështirë t'jap është një përgjithësim se çfarë po ndodh. Ajo që mund thuhet është që faktorët ekonomik që përcaktojnë ndërtimin janë përzhvilluesin maksimizimi i fitimit dhe s'ka asnjë motiv tjetër në gjithë globin, nëse nuk është fondacion bamirës. Ndërkohë që zhvillimi lidhet me zhvillimet demografike që ka vendi, me 1000 veta që shtohen mesatarisht banor rezident qytetit në Tiranës sipas censusit të fundit gjatë që nga 2012 deri më sot, deri në 2024, nevojat për shtesa të reja janë minimale dhe nuk justifikojnë këtë bumë ndërtimesh aq më tepër për ndërtimet e larta. Nga ana tjetër, zhvillimi i ekonomisë në tërësi, me rritje ekonomike anemike do ta konsideroja me 2-3%, nuk është që i nxit njerëzit, sidomos klasën e mesme, që të investojnë në zgjarim të sipërfaqes apo në marrjen e kredive. Po kështu, element të tjerë, politikat shtetërore që ndiqen, nuk është se kanë ndonjë preferencë përveç atyre të ashtu quajtur investitorë strategjik. Kështu që parë në tërësi, faktorët ekonomik nuk e justifikojnë këtë bumë ndërtimesh edhe këtë bumë lejesh. Në të njëjtën kohë, ajo që shtyn të mendosh, edhe vetëm agjencitë të zbatuese tek ne nuk e shohin, është fakti që nga burojnë këto para, sepse studimet tregojnë që edhe në vende të tjera, edhe në vende perëndimore, një pjesë e ndërtimeve janë me burime informale dhe kriminale dhe ndërtimet në kullat e larta konsiderohen një lloj parkimi i parave. Domethënë vendosje parave në një kuti sigurie, shumë më të sigurt se sa po të investoheshin në një bankë apo diku tjetër. Në të njëjtën kohë, emigracioni ka një lloj peshe sado të vogël në blerjet e reja, ndonse agjencitë imobiliare konfirmojnë që ka rënë kërkesa nga këto dhe për më tepër që ato që kanë këstet pa paguara me radhë janë në një proces tërheqje, të huaj me emra të ndryshuar, me emra të rrema, apo prestanome për politikan vendas apo persona me të shkuar kriminale, përgjimet e ndërkohë, ka dhe politika toleruese shtetërore në emër të zhvillimit. Është fakt i njohur që nga 2016 tashmë ka publike evidencë, ka nga njëra anë tolerim nga politikat publike që ndiqen, do thotë që konsiderohet një lloj zhvillimi apo shifen si faktor zhvillimi me gjithë pasojat që krijojnë jo vetëm në ambient, as në aspektin social, as në aspektin ekonomik për familjet, por shifen si një mundësi që të mbledh më shumë. Ju jeni anëtarë e Këshillit Bashkiak dhe dini që të ardhurët e Bashkisë Tiranës zë një pesh 30-40% të të ardhurët vjetore vinë nga ky burim. Kështu që parë në këtë këndvështrim, toleranca që u bëhet, pompimit parave, politika që ndiqen me amnistinë fiskale, amnistinë aseteve, amnistinë penale e të tjerë, i stimulojnë poseduesit e këtyre parave